Tensionet e fundit në lindjen e mesme kanë shkaktuar rritje të çmimit të naftës në tregjet globale. Sipas të dhënave, një fuqi naftë Brent është rritur nga $72 në $80 brenda vetëm 3 ditëve. Ekspertët thonë se nëse situata vazhdon të përkeqësohet, nuk do të jetë e largët dita kur do paguajmë më shumë për karburantin e makinës edhe në Shqipëri. Nëse kjo situatë do vazhdojë të jetë e tillë, pra ngushëllia e Hormuzit do vijë të jetë bllokuar për mbi një javë, atëherë kjo do të fillojë të krijojë problematika edhe në kërkesë ofertë dhe këto ndryshime çmimesh janë ende burse, pra ndryshime perceptimi, ta themi kështu, ose frikra. Rreth 1/5 e naftës së tregtuar në botë kalon përmes ngushticës së Hormuzit, ku disa kompani transporti kanë njoftuar se do të shmangin kalimin për shkak të rrezikut nga sulmet me raketa. Kjo situatë ka sjellë rritje të kostove të transportit dhe presion shtesë mbi çmimin final. E vërteta që çmimi i naftës është rritur në raste të shumta. Së pari është rritur me Covidin, pastaj me luftën në Ukrainë-Rusi dhe aktualisht në fund me bllokimin e ngushticës së Hormuzit nga Irani. Gjithsesi janë ndjesi fillestare, janë perceptime që tregu ka më shumë se sa një ndryshim real në kërkesë ofertë. Edhe në skenarin më të keq, kompanitë që tregtojnë naftë në Shqipëri duhet të garantojnë rezerva të mjaftueshme për të paktën 3 muaj në rast të uljes apo bllokimit të importeve. Megjithatë, përvoja më pashme si në rastin e pandemisë ka treguar se çmimi i naftës mund të rritet menjëherë në tregun vendas.